Deputet Kuvendit Kosovës, nuk është rëndësishme ajo që të ndryshoj qeveria e Kosovës këtë vit, por ajo që qeveria e Kosovës nuk e ka ndërmend të ndryshoj asë në këtë vit. Para se të jenë të rëndësishme linjat bugjetore në për 9 sektor dhe dallimet me vitin e kaluar, është i rëndësishëm orientimi i njëjti politikës ekonomike të qeverisë. Projekt ligji për bugjet na tregon vetëm një gjë të re për brenda konceptit të vjetër në nenin 4 të tij. Duan ta shesin PTK-n ndërmarrjen më fitimprurse të Kosovës pas luftës për t'i dhënë hovë privatizimit, projektit dominant të Kosovës pas luftës. Shitja e PTK-s është e dëmshme për punëtorët e PTK-s, është e dëmshme për qytetarët e Kosovës dhe është e dëmshme për shtetin e Kosovës. PTK-ja nuk duhet privatizohet. Spari PTK-ja ka rëndësi zhvillimore strategjike, s'dyti PTK-ja ka kapacitet konsiderueshëm gjenerimit financiar, s'treti PTK-ja vazhdimisht ka qenë dhe është ndërmarrje fitimprurse dhe s'katërti telekomunikacionit janë edhe çështja e sigurisë nacionale dhe sovranitetit. Privatizimi i egër në Kosovë na e ka sjellur luftën e secilit kundër secilit që përkthehet në luftë të secilit kundër gjithëve. Nëpërmjet këtij privatizimi e përbashkëta po sulmohet deri në pamundësim të saj. Për gjatë këtyre 12 vjetëve me sundimin ndërkombëtar në Kosovë nuk e kishim as minimumin e demokracisë, por e kishim maksimumin e privatizimit. Dikur mungesa e statusit e tash mungesa e njohjeve janë paraqitur si pengesa për shumë çka në Kosovë, por asnjëherë për privatizimin. Shitjen që unë miku ua bëri ndërmarrjeve shoqërore, tash qeveria po ua bën ndërmarrjeve publike. Privatizimi i shndroi fabrikat në qendra tregtare kurse Kosova në një vend që konsumon po sprodhon. Privatizimi i këtill nuk e shndroi pronën në kapital, por më parë ndodhi e kundërta. Kapitali u shndrua në pronë sepse ndërmarrjet u shitën si objekte të vdekura e jo si kapacitete prodhuese. Duke qenë të shpronësuar e pa prodhim, deficiti tregtar në Kosovë u bë më i madh se vetë buxheti i Kosovës, kurse të hyrat nga diaspora janë po aq sa importi legal e ilegal nga Serbia. Thjesht nuk mund të ketë zhvillim ekonomik pa koncentrim të kapitalit. Kosova është vendi ku kapitali qarkullon teksa koncentrohet diku tjetër. Prej qeveritarëve kosovarë, por edhe prej disa diplomatëve ndërkombëtar na thuhet që ndërmarrjet publike duhet të shiten me që aty po vidhet. Po shteti po thotë që nuk është e mundur të ndalen hajnat përveç se duke e shitur atë që hajnat do ta vjedhin. Mirë po ky është dorëzimi i pushtetit para hajnave. Ne duhet të ndalim hajnat dhe hajnin dhe jo ta shesim pasurinë me që hajnat me siguri do ta vjedhin atë. Pushteti që dorëzohet para hajnave e merr anën e hajnave. Ky lloj privatizimi është plashkitje sepse në emër të parandalimit hajnis po kopjohen e po imitohen hajnat. Ajo që është e gjithë qytetarëve po bëhet e pronarit të një korporati të huaj, të cilit i sillen rrotull qeveritar të Kosovës sa për t'i mbledhur dromcat që bien aty. Korrupsioni politikanëve në Kosovë është suplement edhe produkt i privatizimit të tillë çfarë patëm këto vite të pas luftës. Zhvillimi ekonomik në Kosovë ka qenë vetëm zhvillimi i privatizimit, prandaj s'ka ndrrim të rritjes ekonomike në mirëqenie sociale. Po shiten gjigantët ekonomik dhe mandej ato para po përfundojnë tek ata që eksportojnë te ne, me që ne jemi vetëm konsumator pa prodhim vendor. Kjo i bie njësoj sikur ta shesësh shtëpinë shumë lirë dhe pastaj me ato para ta paguash qiranën e shtrejt në po të njëjtën shtëpi. Edhe privatizimi i PTK-s synohet të bëhet thuajse ndodhemi para ndonjë apokalipsi. PTK-n duan ta shesin shpejt e shpejt pa marrë parasysh forçmimin. E kur thonë që PTK-ja vlen prej 300 deri në 600 milion euro, natyrisht ajo përfundon te kjo 300 milion euro në rastin më të mirë. Pra, ekziston një farë gjendje mendore e panikut para apokaliptik të qeveritarët kosovarë. Thuaj se Kosovën do ta godas ndonjë meteor ose ndonjë tsunami dhe tash duhet të shesim gjithçka sa më parë. Në fakt, pikërisht kjo mënyrë sjell apokalipsin duke e bërë Kosovën vend pa jetueshëm, vend me mjerim të papërballueshëm për shumicën e me luks të pa imagjinueshëm për pakicën. Sepse ky privatizim nuk është një gjë, para është një marrëdhënie. Marrëdhënie midis shoqërisë e publikut që shpronësohen në njërin anë dhe korporatave, bankierëve dhe politikanëve që pasurohen në anën tjetër. Privatizimi në Kosovë nuk e ka sjellur liberalizimin, përveç se bartjen e monopolit publik te monopoli privat. Dhe nuk u bë privatizimi në sferën e menaxhimit apo të shërbimeve, por në atë të pronës. Shteti mund të mos e ketë namin e mirë si menaxher, por si pronar ai ka biografi shumë të mirë. Kurse si nuk bën të ngatrohet menaxhimi e shërbimit me pronësinë sepse janë gjëra krejtësisht ndryshme.
Privatizimin jetën politike dhe institucionale në Kosovë e ka pasuar privatizimin e ekonomi dhe jo anasjelltas. Qeveritarët vendor dhe burokratët ndërkombëtar i kanë privatizuar pasuritë dhe kapacitetet prodhuese në Kosovë, janë dakorduar që t'i privatizojnë tokën nën tokën dhe të ardhmën tonë përmes borxheve dhe natyrisht që në ecje sipër i kanë privatizuar partitë, institucionet dhe historinë. Janë hedhur në privatizim hapësira dhe koha jonë. Duke mos menduar fare paraprakisht për privatizimin, tash privatizimi është bërë mënyra e vetme përmes së cilës mendohet. Një Kosovë e këtill nuk po shkon drejt Bashkimit Evropian të shekullit 21, po drejt Amerikës Latine të shekullit 20. Qeveria e Kosovës nuk mund të ndihmojë as pak për kurfar zhvillimi ekonomik për mirëqenien e qytetarëve, pasi që ajo i konsideron ndërmarrjet ekonomike të Kosovës si një barë nga e cila duhet lirohet. Kosova është bërë një vend në të cilën shumë kollaj njeriu e humb vendin e punës, sesa që mund ta gjejë një vend të ri të punës. Pagat dhe asistenca sociale në Kosovë nuk ju jepet qytetarëve për të pasur ata jetë dinjitetshme, por për të mos u ngritur kundër qeverisë dhe rendit ekzistues. Zhvillimi socioekonomik duhet të jetë plan, kurse privatizimi eventualisht pjesë e planit. Dhe jo privatizimi të jetë piknisje, kurse zhvillimi ekonomik eventualisht pasojë. Ashtu si shpat konstatuar profesor Ismet Hamiti, themeluesi Valës 900, me privatizimin si një të vërtet shkencore, me privatizimin si argument të vetvetes, ngjan vetëse privatizimi i profitit dhe nacionalizimi i humbjeve. Nuk është e rastishme që duan ta shesin telefoninë mobile dhe atë fikse, që punojnë me fitim, kurse postën fizike që punon me humbje t'ia lën Kosovës. Rruga e kombit do të mund të financohen nga fitimi i PTK-s, por jo duke e shitur PTK-n. Aq i madh është fitimi i PTK-s sa që mund të kemi të dyja. Asfalti ynë i rrugëve kombëtare, përderisa nuk kemi fabrika prodhuese kombëtare e as kontroll të territorit të kufijve shtetëror, është në shërbim të fabrikave të shteteve të tjera të kombeve të tjera. Nga 32 maune, sa i kam numëruar për gjatë rrugës Prishtinë-Pej, kohë më parë vetëm 4 prej tyre kanë qenë të Kosovës, edhe njëra ishte e një filiale të një kompanie të huaj në Kosovë. Me këso politikash, Kosova është bërë si një kazino ku vinë parat për të shkuar me shpejtësi. Prandaj, përfundimisht, pa sovranitet për shtetin, pa prodhim për ekonominë dhe pa kufi për territorin, Kosova nuk mund të shpëtohet gjatë. Faleminderit. Faleminderit.